إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Falënderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të keqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humbë. Dhe kë humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush ta udhëzojë dhe drejtojë përposë me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se fjala më e bukur është fjala Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu I madhëruar tha: O ju të cilët keni besuar, kijani frikën e Allahut dhe mos vdisni ndryshe vetëm se nuk e qenë musliman. O ju njerëz, I drejton Allahu gjithë njerëzve. O ju njerëz, friksojuni Allahut. Friksojuni Allahut I cili ju krijoi juve nga një njeri I vetëm, pra Ademin alayhis salam. Dhe prej tij, prej Ademit alayhis salam, krijoi bashkëshorten e Ademit alayhis salam Havan. Dhe prej këtyre dyve krijoi shumë burra dhe gra, pra shumë meshkuj dhe femra. Kijani frikën Allahut me emrin në të cilët ju përbetoheni dhe mbajeni lidhjet fërbistore, sepse në vërtet Allahu është mbi këshyrës të ju. Po ashtu Allahu I madhëruar thot: O ju besimtarë, kijani frikën Allahut dhe thoni vetëm se fjalë vërteta, fjalë të drejta, pra mos gënjeni, në mënyrë që Allahu t'ju a përmirësoj veprat e juaja. E po t'i përmirësoj Allahu veprat e tua, dije se Allahu t'i ka pranuar ato. Dhe thot, dhe kush I bindet Allahut dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka arritur një sukses shumë të madh, ka fituar me një fitore madhështore. Padyshim se fjala më e bukur është fjala Allahut, udhëzimi më I drejtë është udhëzimi I profetit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat të çon në humbje dhe humbja të çon në zjarr të xhehenemit, Allahu na ruaj. O ju besimtar, o ju besimtare, kijani frikën e Allahut dhe dijeni mirë se kjo botë është ditë të caktuara. Pasha Allahun kjo botë ikën shpejt, aq shpejt sa ne nuk e dallojmë dot se si ikin vitet. Prandaj dhe Allahu I madhëruar për të na treguar vlerën e madhe që ka koha jon, jeta jon, u betua për kohën dhe tha: Wal asr, pasha kohën, dhe Allahu I madhëruar po u betua në diçka, tregon vlerën e madhe që ka ajo gjë. Prandaj ne do t'i kushtojmë rëndësi kohës tonë, jetës tonë, se me këtë jetë ne fitojmë o xhenetin o xhehenemin.
Kjo jetë, kjo kohë, pra koha që ne jetojmë, që ne kalojmë është vetë jeta jonë. Prandaj, nëse ne nuk e shfrytëzojmë mirë kohën, atëherë kemi humbur një kapital shumë të madh, sepse kapitali, pasuria më e madhe e jona, është vetë jeta jonë, vetë koha jonë, pasi që kemi besuar. E këtë kohë nëse ne nuk e shfrytëzojmë për mirë, wallahi, do të dëshpërohemi e do të humbim e kur s'kemi për të lumturuar. Prandaj Allahu tha wal asr, pasha kohën, innal insana lafi khusr, me të vërtet njeriu, çdo njeri është në humbje të qartë, çdo njeri është i humbur. Subhanallah, kur njeriu dëgjon këtë sure kaq të shkurtër, wallahi thjellohet. Prandaj Imam Shafiu thoshte, sikur Allahu të mos u kishte dhënë njerëzve asnjë argument tjetër për kësaj sure, do të mjaftonte aty. Pse? Se kjo sure po të zgjon, do të thotë Allahu beton për kohën. Si ka me vlerë që apo? Dhe të çdo njeri është në humbje, tash i fiksosh ti po vjen kush është i shpëtuar i tij. Kërkon njeriu që gjej shpëtimin. Thot Allahu i mëdhëruar, innal ladhina amanu, përveç atyre që besuan, wa amilu salihati, dhe vepruan vepra të mira, wa tawasaw bil haqqi, që këshilluan njëri tjetrin për hak, për të vërtetën, që t'i përmban fesën e vërtetë islamit, wa tawasaw bis sabr, dhe këshilluan njëri tjetrin për sabër. Se kjo fe o vëllezër do sabër, do durim. Pra kur ti të besosh, mos vendos të shpëtosh kollaj. Po besove, njerëzit e këqij do të lëndojnë, do të shajnë, do të ofendojnë, ama ti ulesh në sejdë, verbali në sejdë dhe fjalë në mënyrë që nuk ti se këtu në humbe. Apo në modra muslimane, ama mbulove ti, u veshën e perte po ta diun. Pra e ofendojnë. Prandaj besimtari duhet të jetë i vëmendshëm se për çfarë bën këtë vepër. Mos këndohet fare. Prandaj Allahu se më kësure, tha përveç atyre që besuan, veprojnë më të mira, e këshilluan njëri tjetrin t'i përmban hakun të vërtetës dhe e këshilluan njëri tjetrin për sabër. Ta këshillojnë njëri për sabër. Për Zotin e Madh njerëzit do flasin, po le të flasin. Në fund shohim kush shpëton e kush humb. Njerëzit tonë po ti e radikal, po ti e njëri, do të thonë që vetëm falesh, vetëm i përbindesh Zotit, ti e ke mbyll jetën tënde, siç e quajmë sot. Mos ja vër veshin. Këshilloj një që ti thuj po vëlla, të ka udhëzu Allahu, të ka drejtu Allahu, atëherë krenohu me këtë fe. Ka udhëzu Allahu me fal namazin, falëndero Allahun dhe mos zgjo fjalë atyre që thonë ama, fillove tash të falesh ti kur më përpara, ti pi alkool, ti luaj bigjos, ti kthehet ti atë, ti kërcehet, ti dëgjoj muzikë, lekët e tyre. Udhëzimi është më parsor. I bëj ato gjëra nuk i bëj alhamdulillah. Apo modra muslimane, ha mo mbulove ti. Po pashallahu ti thuj modra muslimane. Unë mbulova la më kërnare për kulesën time. Se jam mbulu për Allahun, se ku të vi vdekja, s'do më bëni të biju që flisni kështu fjallësh. Unë o më mbulojmë këtë botë, me shami, si shmordron Allahu i madhëruar, duke u mbinë Allahu i madhëruar, ose do më mbuloj qefini dhe zjarri i xhehenemit me mbulojat e vetë. Prandaj unë kam sjellë që këtë botë më mbulu me atë që kam urdhëruar Allahu, në mënyrë që botën tjetër të më mbuloj Allahu në xhenetet e tij, me veshjet më të bukura, me freskit më të mëdha të xhenetit dhe kështu jep nxitje besimtarit vetes. Prandaj kjo sure madhështore të flet për kohën që ta shfrytëzosh, të flet për besimin që ti të besosh, të flet për veprat që ti punosh, të flet për hakun të vërtetën që ti ta ndjekësh, të flet për sabrin, për durimin që ti durosh. Po edhe besimtari i cili falet, lirë fare njerëzit ndoshta nuk do ofendojnë. Po prapë do durim o vëlla, që të shohësh 5 mjezit apo 4 mjezit, ti falesh Allahut, ta ngresh organin nga grotësia që je, të marrësh abdes, nuk është lehtë. Do sabër, do durim. Kur besimtari e kujton se ç'është problemi ka për marrë nga Allahu, e heq atë batanien apo organin me thjeshtësi më të madhe, thot elhamdulillah, se ky gjumë nuk është asgjë. Ky gjumë është një vdekje e vogël,
ndërsa ajo që vlen më shumë ke Allahu është namazin. Prandaj në namaz sabah, çfarë thot imami, çfarë thot muezini, as-salatu khayrun min an-nawm, namazi sabahut është më i mirë se gjumi. Namazi është më i mirë se gjumi. Pra çdo vepër vlen, qoftë namazi, qoftë agjërimi, qoftë zekati, qoftë haxhi, çdo vepër e mirë, do sabër, edhe edukimi i fëmijëve do sabër, edhe shamia do sabër, çdo gjë do sabër. Prandaj të shfrytëzojmë kohën tonë me këto vepra që ka caktuar Allahu. Për vlerën e madhe të kohës Allahu është gëtuar në shumë vende. Ka thënë wal fajr, pasha agimi, wal nahari, idha tajalla, dhe pasha ditën do u shkëlqen kur ndryshon. Shpëtu wal duha, pasha paraditën, pasha agimi. Betohet Allahu në shumë gjëra që kanë bëjë me kohën, se fajr do të thotë agimi është koha e mëngjesit, koha e sabahut. Pra këtë rëmon kohë, vlerën e madhe të kohës. Edhe profeti alayhis salam me këtë hadith do ta mbyll me lenin Allah, sepse nuk kam çfarë shtoj më shumë për kohën, këto mjaftojnë. Thot profeti alayhis salam, nuk do të lëviz këmba e robit. Atë që do të nuk do të lëviz. Pra ti mos shpresoni gjykimit se do lëvizësh kollaj. Thot la tazula qadama 'abdin. Thot nuk do të lëviz këmba e robit apo këmbët e robit në ditën e Kiametit pa u pyetur për 4 gjëra. Dhe më kryesore që do të cekun është kohën, al-umri fima afna. Do të pyetet për kohën, për jetën e tij ku e çoi. Ku e çoi jetën? E çoi në budalliqe, në muzikë, në haram, në harame, në video që kanë bëjnë me degenerim. Ku e çoi kohën tonë? Apo e çoi në adhurimin e Zotit? Pa u pyetur për këto gjëra, e para për ty me kryesore është koha dhe jeta jote, vallahi s'ke për të lëvizur gjykimin. Prandaj u vjen të shfrytëzojmë kohën para se të vi vdekja, se pastaj nuk kam domethënë as dobi, as lekus bën dobi, as fëmijë as na bën dobi, as gjë s'na bën dobi. Prandaj Allahu më tha, jepni zeqat, jepni lëmosh, jepni nga ajo që ka dhënë Allahu pas në një ditë kur nuk do të ketë mundësi të jepni asgjë më. Kur nuk do të ketë mundësi ose nuk do të lëviz 1 minutë para apo 1 sekond para apo 1 sekond mbrapa, nuk lëviz më. Po erdhi vdekja, ngel aty saati dhe vdes njeriu. Prandaj u vdes të shfrytëzojmë kohën tonë dhe mos ta harxojmë kohën, dhe mos ta harxojmë me budalliqe, dhe të mësojmë edhe fëmijët tanë mos ta harxojmë kohën e tyre me telefonat 1 orë, 2 orë, 3 orë me lojra, por jepini ai sa ka nevojë, një gjysmë ore të shoh aty në telefon apo në televizor, të shoh diçka të hajrit që e nxit për mirë, pra prej kukull dhe çdo lloj gjë që i bën mirë fëmijës, dhe kaq. Mos e lini më shumë, e lutem Allahun e madhëruar që Allahu na udhëzoj të drejtojë. Alhamdulillah Rabbil Alamin.